Një lajm i mirë vjen nga familja e Ramosaj. Antigona ka fituar betejën me kancerin duke mbyllur një rrugëtim të vështirë dhe të mundimshëm. Ajo ka ndarë me ndjekësit një video ku shihet duke i rënë gongut në spital, veprim që simbolizon triumfin ndaj sëmundjes. Ky nuk është vetëm fundi një trajtimi, është dëshmi e forcës, besimit dhe durimit. Faleminderit Zotit që më mbajti në këmbë, që më dha frymë kur u ndjeva pa fuqi, dritë kur u ndjeva në errësirë dhe njerëz të mirë rreth meje kur kisha më shumë nevojë. Me zemër mirënjohëse falenderoj çdo mjek, çdo infermier, familjen time dhe të gjithë ju që më mbajtët me lutje dhe dashuri. Rrugëtimi im nuk ka mbaruar ende. Më presin kontrolle dhe hapa të tjerë, por sot po shënoj një fitore të madhe në këtë betejë dhe po festoj jetën, shkruan ajo në llogarinë e saj në Instagram. Leonora Jakupi është prej vitesh një romancë të cilën e ka mbajtur larg vëmendjes së publikut. Këngëtarja e famshme ka folur si rrallë herë për partnerin e saj, me të cilin tha se janë bashkë prej 15 vitesh. Jakupi zbuloi se ka menduar që të bëjë një dasmë, por arsyeja që ka nguruar deri më tani është i hati i saj ndjer. Një dashuri 15 vjeçare, e gjatë, një dashuri tek e cila gjej shumë komoditet, rehati dhe përkrahje. Ne jetojmë bashkë, u bë kohë, jetën time private, kam zgjedhur ta mbaj private njëjtë si vllai im. Partneri im nuk ka dëshirë që të ekspozohet në media sociale. Shumë njerëz më kanë thënë pse nuk e kurorëzon dashurinë me një martesë. Është mungesa e babait që më ka kufizuar të bëj një gjë të tillë, tha këngëtarja. Në rrëfimin prekës, ajo zbuloi edhe sakrificat që ka bërë për hir të familjes së saj, duke folur hapur për raportin e veçantë me mbesën e saj, Morea. Ndonjëherë them që më ka penalizuar sepse dashuria që ka marrë nga Morea më ka penalizuar që unë të mos krijoj atë familjen time, të kem një fëmijë, u shpreh ajo. Leonora theksoi se përkushtimi ndaj mbesës ka qenë i madh dhe ka ndikuar në jetën e saj personale, por e konsideron këtë si një zgjedhje të vetëdijshme. Është vajza e motrës time, është gjaku im dhe e konsideroj se vajzën time. Kur them penalizim, e them në mënyrë kushtimore, sepse në fund të fundit ka qenë zgjedhja ime. Nuk jam penduar dhe jam shumë e lumtur që e kam afër vetes, shtoi këngëtarja. Pas përballjes të shtunën, Miri dhe Selin kanë biseduar sërish me njëri tjetrin. E ulur përballë tij, Selin e ka pyetur Mirin nëse ai ka qenë i sinqert dhe nëse ka pasur ndonjëherë ndjenja për të, ashtu siç është aluduar shpesh. Përgjigjja e Mirit ka qenë e prerë. Jo, Selin, unë nuk kam pasur asnjëherë ndjenja për ty. Asnjëherë. Te kam thënë dhe nuk do kem kurrë. Për Selin, përgjigja nuk ka qenë bindëse, duke i kujtuar atij disa raste kur ka shfaqur xhelozi. Megjithatë, Miri i ka përsëritur se po sillet si një banore e 20 ose si një teleshikuese jashtme, duke mohuar sërish çdo interes romantik. I njohur si Zebërvoki, producent i filmave, ka bërë një reagim të fortë publik duke zbuluar se është bllokuar në rrjetet sociale nga këngëtari Louise Ailey pas një deklarate që sipas tij nuk kishte asnjë qëllim negativ. Sipas Zebërvokit, e gjithë situata ka nisur pasi ai ka përmendur emrin Louisit në një kontekst që lidhet me projektin filmik që ky i fundit po realizon. Aktori thekson se përmendja ka qenë krejtësisht pa të keq, por reagimi që pasoi nga fansat e këngëtarit ka qenë i menjëhershëm dhe i jashtëm. Ai vijoi më tej me kritika të drejtpërdrejta ndaj artistit, duke treguar se Louise Ailey është në konkurrencë me të dhe do të thyejë rekordet që ka vendosur filmi Fall, prodhuar nga Zebërvoki. Është njëri që do të thyejë rekordet e fallit, po bën çmos që do thyejë rekordet e fallit. I uroj sukses vetëm që të plotësoj atë ego, se ka ego të sëmur. Aktori thot ndër të tjera se bllokimi në rrjetet sociale ka ardhur pas një paralajmërim apo sqarim, madje në një kohë kur, sipas tij, vetëm pak javë më parë kishin komunikuar normalisht. Më bëri bllok pa arsye, ndërkohë që 3 javë para u rastisëm e folëm, ka thënë Zebërvoki.